Kraut këte duhet ta lash mirë gojën. Dëgjove, edhe ngrije kokën. Laje mirë gojën, sepse edhe për këto që thua, zotrote nxirri ato tashi, timi, pimi, dini, vini, tani ti je i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Për korrupsion dhe pastrim parash, ja i aty. Dhe ne s'kemi thënë asgjë më shumë se sa kanë thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kanë shpallur 9 grada për korrupsion mbrapa një gjë. Ti Jozefin, të lutem, mos u bëj sikur dhem shpirti për Saliun, se në 2021 kemi bashkëpunuar bashkë kundër Saliut, sa për korrektesë, që të lutem. Të lutem, këtë pjesën ma kurse pak. Këtë pjesën ma kurse pak, se unë për fat keq di shumë gjëra, edhe si ndanim to llogarit, vetëm se tina dole huq fare, se menoja që do merren një vot Shkodër, po e di si dole në Shkodër, Jozefin, si që dole në diasporë. Njësoj. Edhe të them dhe një përkujtimore, me që kishit dje përkujtimoren e radhës. Jozefin, historia në këto 20 vjetë që jam në parlament, këto rikthimet si puna jote, Ulsiu ka i shprejet shumë bukur, janë si ajo mas asaj. Apo jo Ulsi? Kështu që Sali, laj gojën.